Më tregoni pse është kaq i shenjtë për ju banorët ky lis? Që në kohën para sistemit, ka qenë lis me shenjë, ashtu edhe nuk e prije se mund ta kishim prerë këtë atë koja. Pa ka qenë lis me shenjë, edhe është në artën e shtetit, kam bërë zborën, ka erdhi në palikesti, vini këtu, në shmarsoni, vini vajtëm në përmet. Këtu kemi shko rruga, edhe ai e kse në artët, në Ziv Bejo, që ka qenë komandë batalionin atë kohë, që qemë zborë, në bas sistemit që këtë i mendi. Si e keni ruajtur kaq gjatë? E mbajt e ruajt e psati, se lis me shenjë, nuk e prisnin. Nuk ka qenë një mbrojtur, dhe me thënë me tokë e me kësu, ka qenë lis, tokë shtetërore ka qenë këtu, ishte i shenjtë, nuk e priste njëri. Ka pasur dhe një çezëm? Po ka qenë çesme këtu, me lartë, ja këtu në drejtim. Çesma. Ishte burim, kësu e ka bërë psati çesën. Shprisi çesma. Sot është zonë turistike kjo? Po. Ky objekt? Po, ashtu. Vin turist shumë? Ja si ti, vi turist, po unë nuk shpi me larkë, pa vi turist, ka s'do të lija këtu. Ashtu. Sa vjeç je dhe çfarë do më thuash për historikun e zonës dhe të lisit? Në stiste që atë që mbaj mëtu se unë mu të flasë në lufta 2 botërore. Që bati këtu që neve si zonë këtu, në ka djegur Italia fasciste. Ashtu, kjo e mëndi këtu. Edhe, temën e këse lëmë pësatit shenjtë ishe, nuk ka qenë tokë, të më thënë ashtu, ka qenë tokë shtetërore. Polisi ka bërë këtu edhe, nuk ka priste njëri se të ashtu është ja umër që. Se ka patrulisat tjerë të janë prerë, ashtu, ka qenë plu dhe tërë. Për këtë njëri shenjtë nuk e të lipse se, si të regoj një mendi se bu ta thejmë atë unë, një shok aty ka pas toka të madhe. Si të vindi ideja për ta kthyer këtë zonë në një pikë agroturistike? Atëherë ideja ka qenë e babait, nga që unë s'kam pas të moshë, domethënë që kemi filluar, se kemi rreth 20 vite që kemi filluar biznesin. Ka qenë lisi, pema që ka qenë që lidhshin gjatë gjithë kohës njerëz, dhe ka qenë si zonë që ka pas shumë fshatra sipër. Edhe ktheheshin njerëz vazhdimisht, edhe babait i lindi ideja pse mos ta krijoj diçka që të jetë ndryshe, të mund të vinë njerëz, të mirpresim. Kështu ka lindur si ide, si fillim. Ju nuk ju ka shkuar ndonjë në mend të emigroni? A ka të rinj në fshatin Paftal? Shotërin janë të pak që kanë ngel faktikisht. Fatkeqësisht duhet thënë. Edhe unë kam pas të njëjtin mendim si shokët e mi të ikja, por duke parë biznesin se si po punonte babai, nëna ime, edhe që po punoni këtu, edhe unë mendova që qëndrova dhe ardhja ime është të ri këtu. Nuk duhet të ikin asnjëri nga Shqipëria faktikisht, sepse ka shumë punë, shumë të ardhura, shumë të mira kanë në vendin e vet, kështu që është edhe një thirrje për të rinj që duhet të qëndrojnë në vendin e vet. Çfarë kërkojnë turistët në Paftal? Çfarë vizitojnë këtu? Këtu vizitojnë sepse ka shumë, ka kisha, ka korita që këtu janë 100-200 metra më poshtë. Ka vende kanë në mal që mund të ngjisin edhe malin, të bëjnë gujtë në këmbë. Ka shumë gjëra, pastaj ka edhe ushqimin tradicional joni që ka shumë të mira që turistat mezi presin që t'i shtrohet tryeza me gjërat tona tradicionale. Tashmë që Berati është bërë një pikë turistike, ofertat për zonën tuaj janë nga cilat shtete më tepër vinë? Nga Austria, nga Gjermania dhe nga Anglia ka pas, nga Italia ka pas shumë kohë të fundit. Ne faktikisht jemi një biznes familjar, edhe kemi pas kërkesa shumë sa kemi hapur dhe një bujtin ngjitur me restorantin që po vazhdojmë të funksionojnë goxha mirë me atë. Mendojmë që edhe të zgjerojmë edhe më tepër, nëse po sipas ngjasave besoj se do zgjerojmë sepse ka goxha kërkesë për restorant, për hotelin. Keni aplikuar në shtet për subvencionime, ju ka ndihmuar? Kemi aplikuar, na është miratuar diçka, të themi të drejtën, po mik pritje. Jo miratim s'mund ta quaj, po shpresojmë që të marrim edhe ne atë mbështetje nga shteti. Sepse ne jemi të rinj dhe kemi ndërmend të jetojmë këtu në vendin tonë. Nuk kemi ndërmend të emigrojmë. Është rëndësishëm për ju banorët ky lis? Ky lis është shumë i rëndësishëm për ne banorët këtu dhe quhet si një bimë e shenjtë. Ky ka historinë e vet. Këtu në hijen e këtij lisi kanë ndenjur të zonës, po edhe pushtues kanë ndenjur.
nga osmanët, tek italianët, tek gjermanët ka shkelur këtu dhe janë qëndruar dhe kanë pinë ujë në këtë qezëm. Është një edhe fshati ka një kulturë fshation shumë të madhe në ruajtjen e vlerave historike dhe monumentale. Sot ky është i gjelbëruar, si ka mundësi që është ruajtur? Në vitet e mëparshme ky lis i dolën rrenjët, domethënë u grye nga ujërat që vinin dhe i dolën rrenjët. Fati që u krye sistemi, u vu në dorë të privatit, fati dhe që e mori një që është punëtor, sepse çdo gjë e bën puna. Në cajtë punës që bëri Kamberi, ky ushqyriri jonë, arriti ta kthejnë këtë në një atrakcion turistik shumë të rëndësishëm dhe do të dalë edhe tek ajo konkurencën me Kuqin e Vlorës, sepse unë kam 1 mik atje dhe kam vajtur. Keni konkurrencë për zonën? Po, dhe kur vjen këtu, mburremi sepse ja kalojmë dhe pikës që kanë edhe atje turistike me këtë lisë. Me këtë ndërtim që ka bërë Kamberi këtu, ka bërë një mrekulli. Ne krenohemi dhe i themi mbarësi dhe suksese. Si që i thonë Prokopi, që do të thotë mbarësi, ashtu po i ecën dhe do t'i ecën. Tani me berjen e rrugës tu, filloi dhe ndërtimi i lokalit. Këtu ishte tereni shumë i vështirë, shumë i keq, ku në këtë teren këtu ku ishte, vetë se bakti të rinin. Tani nga i lloji ashtu, tani u kthye në një zonë turistike, në një zonë të kërkuar dhe nga jashtë shtetit, jo brenda nesh. Me punë dhe me djesh dhe me mund, dhe ne këtu e kemi në tradit që mbështesim njeri tjetrin. Jemi një fis i gjerë, me një mbiemër, dhe përsa i përket lisit, lisi ka qenë shumë i vjetër, shekullor, dhe ka pas tërkohën që mbaj mentu, ka qenë vetëm mbarësi, njerëzit këtu ulshin, pinin një gotë ujë, qetësojshin dhe largojshin. Plus lisit, ka qenë dhe lagja Prokopi, ka qenë, simbas të thenave, ka qenë mbarësi, dhe plus kësej ka qenë dhe ne jemi si, këtu ka qenë lagje cunash, plejt tanë, prindrit tanë, gjysrit tanë, vetëm cuna, do me thënë, qujsh edhe kjo si anë mbarësie. Është e kërkuar si zonë turistike? Kjo është shumë e kërkuar si zonë turistike, bile këtu kërkojnë dhe të bëhen dhe shumë pika të tilla siç është kjo. Dhe kërkojnë nga njerëzit. Por me kalimin e kohës edhe mund të hapen dhe të tjera, po sot për sot kjo është e para dhe njerëzit këtu vinë anë se anës me porosi nga jashtë shtetit, vinë anë dreka, pinë, kafe, dhe ne i falenderojmë të gjitha ta, me qenë se juve na keni ardhur, bëhet qirasja dhe kështu do bëhet tërë jetën, goda e parë, kafeja parë këtu ka qenë dhe është dhe do mbetet pa lek. Faleminderit.